Luhet sot në mbrëmje në Leskovac sfida mes Serbisë dhe Shqipërisë e vlefshme për kualifikueset e botrorit 2026. Ndeshja do të transmetohet në televizionin Klan në komentin e drejt për drejt nga stadiumi të Alban Xhihanit, të cilin e kam tani në një komunikim të drejt për drejt. Atëherë Alban, jemi vetëm pak orë para sfidës, si paraqitet atmosfera në kombëtaren tonë? Eksaktësisht 5 orë redi, në ndajnë nga starti i këtij takimi. Këtu në stadium ne kemi rreth 1 orë gjysmë që kemi mbritur, jemi e vetmja media për momentin këtu. Vazhdojmë përgatitjet, gjithë secili në punën e tij, vendet e komentit po bëhen gati, kamerat për transmetimin e ndeshjes edhe ato po montohen. Pra gjithçka duket okay. Jashtë është qetë për momentin, nuk shoh, madje në aneksin pas stadiumit po zhvillohet edhe një ndeshje futbolli moshash për femra që ka tërhequr ajo disa tifoz. Kështu që për momentin, le të themi, çdo gjë po shkon ashtu siç duhet. Është rrethuar komplet zona e stadiumit, kështu që të hysh brenda në zonën e stadiumit duhet kesh me vete ose akreditimin ose biletën, që cila është nominative, ku duhet paraqitur edhe karta e identitetit për treguar, sepse po ta shihni janë me foto, pra, nuk janë njësoj siç janë në ndeshjet tjera ku mjafton vetëm ky akreditim për të hyrë. Kjo bën për të shtuar sigurisht masat e sigurisë dhe për të bërë të mundur që mos ketë asnjë lloj incidenti. Por sigurisht në stadium është shumë herë më ndryshe se sa në për aeroporte apo në pikat kufitare. Kështu që le të themi deri tani çdo gjë është mirë. Ndërkaq Albana është mësuar ndonjë detaj se si do të luajë Silvinho dhe çfarë formacioni do të hedhë në fushë? Para se them dhe formacioni, dua të tregoj që pas shpinës time më në fund edhe djen këto orë në Klan News kemi pasur mundësinë që të shikonin të dy shtizat bosh. Ishte mungonte flamuri shqiptar dhe flamuri UEFA-s, cilat janë vendosur sot dhe janë aty prezent në stadiumin e Leskovcit, aty ku do zhvillohet ndeshja, kështu që edhe ajo që mendoj që mund të ishte një lloj incidenti nuk bie poshtë sepse tani e shohim që flamuri ju invalvidet atje. Për sa të konformacionit, ne jemi këtu nuk dim asgjë se çfarë ka ndodhur në atë mbledhje që bën ekipi përpara takimit, e bëjnë paradite, ku caktohet se kush do të luajë dhe jepen detyrat. Por me intuitën apo me atë që arrim që të lexojmë, do të jetë Strakosha në port, Hysa dhe Mita do të jenë nga krahët, Berat Xhimshiti dhe Ajetin që në të mbrojtjes, Aslani me Laçin dhe Julian Sheu në mesin e fushës, Broja kurse si nuk mund të mungojë. Me shumë mundësi balotazhi më i madh 50-50 do të jetë mes Nedim Bajramit dhe Arber Hoxhës. Për mendimin tim me shumë mundësi, më shumë nëse do të jepja 50.1% do të jepja Arber Hoxhës, që do ta niste si titullar, dhe pastaj shoh Manajn të favorizuar ndaj Dakut në majën e sulmit. Edhe këtu është një balotazh shumë i fortë. Ky mendoj që mund të jetë formacioni me një ndryshim të vogël, por që kjo do të bëhet e ditur rreth orës 19:30, kur dhe skuadra të jetë këtu në stadium. Parashikohet që në 19:20 ekipi ynë do të vi këtu, 10 minuta më pas 19:30 do të vi dhe autobusi me skuadrën serbe që akomodohet në qendër të qytetit të Nishit. Distanca prej këtu dhe me qendrën e Nishit apo me hotelin kombëtar është rreth 45 minuta. Qartë, edhe një diçka të fundit Alban, çfarë rëndësie ka për Shqipërinë kjo ndeshje? Absolutisht është ndeshja për mendimin tim më e rëndësishmja, përcakton fatin e këtyre kualifikuesave. Një fitore pothuajse na çon me njërin këmbë në fazën e play-offit, them me njërin këmbë sepse janë dhe dy ndeshje për të luajtur dhe ndonjë surprizë pa këndshme do të bënte që të na shpëtonte ky objektiv. Barazimi na mban aty matematikisht, por me pak shanse minimale, por humbja pastaj pothuajse na largon plotësisht nga gara për vendin e dytë, pra për zonën e play-offit për kualifikuesit e Kupës së Botës. Pra sot për ne vlen fitoria. Thyem një tabu, të fitojmë ndaj Serbisë apo ndaj Jugosllavisë, që çuditërisht dy herë që kemi fituar me vendim në tavolinë me 0-3, kështu që ta bëjmë një herë për vërtetja, treta vërteta. Mirë Alban, të falenderoj për gjitha këto detaje që na përcollen nga stadiumi i Leskovacit, ku sonte më saktë do të luhet ndeshja mes Serbisë dhe Shqipërisë.